Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun azza wa jalla falenderojmë për shëndetit e përzemërta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja dërgojmë dhe secilit musliman që ecë pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me temën e radhës nga libri Mburoja e muslimanit, lutja ose tema 71, lutja që bën miku për të Zotin e ushqimit. Autori këtu e ka sjell një dua që e bën ai personi musafiri për atë person që i ka dhënë ushqim. Ku shkojsh dikur me nejt, edhe t'jep dikush ushqim, bëhet kjo dua që ka përmend autori këtu, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. O Zot, jepi bereqet në atë që ju ke dhuru, në atë rrezik që ju ke dhuru, falja u gjunohat dhe mëshiroj. Këtë hadith transmeton Abdullah ibn Busri, sahabiu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot, ka ardhur një herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te babai jam, te shtëpia jam. Edhe ka hongër, ka pi, i kena qit me pi, pastaj me hongër hurme dhe një fralloj gjelle, dhe pastaj kur ka dal, baba jam e ka kap për kërpeshit kalita, për këtu mund të koka diçka që ka qenë që e ka mbajt me të, dhe i ka thonë, oj dërguari i Allahut, bën dua, lutë Zotin për neve. Dhe pastaj pejgamberi sa më ka thonë këtë hadith, këtë dua. Dietar pastaj përmes kësaj kanë thonë që është e pëlqyeshme që të thuhet duaja ku shkosh te dikush, kur të hash ushqim, ta thosh këtë dua. Po ashtu Imam Nevavi rahimahullah thotë se është e pëlqyeshme që të kërkosh prej dikujt që ka një pozitë më të lartë, që mendon që është më i devotshëm, më në rrugt të Zotit, më shumë i pranohen duat, që më kërku prej tij që më bëj dua për ty, ose për ushqimin tënd, ose për shtëpinë tënde, ose për familjen tënde e kështu me radhë. Kjo është ajo që kuptohet për hadithit. Po ashtu, pe këtij hadith po ashtu po kthehemi prapë te tema që e kemi diskutuar ndoshta para 2 javë apo 3, që në këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam transmetuesi e kallzon çdo detaj, por nuk e kallzon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e bëni këtë dua i ngriti durt dhe na po ashtu i ngritëm durt bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Jo, kjo ka qenë, e kena treguar edhe më herët, kjo ka qenë prej sunetit pejgamberit sa të lirë, prej veprimit të tij të lirë. Nuk ka pas ceremoni. Andaj sicili prej muslimanëve e bën këtë dua kur shkojnë te dikush me hungur ushqim. Nëse jena 10 e bëjmë 10, nëse jena 2 persona e bëjmë 2 persona, sicili e bën këtë dua. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. E kena përmendur edhe më herët, kur krejt e bëjmë një dua për një person, në mesin e një grupi të madh ka mundësi dikujt i pranohen duat më shumë, ka mundësi dikush është më i gatshëm për me ju pranu duat, me ju pranu lutjet. Andaj sa mjaftohemi me thonë vetëm hoxha lutjen, edhe në tjerë me këshyrë, me nejtë edhe me këshyrë edhe me përfundu me qikaq, është sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, secili me thonë këtë lutje. Dhe përmes saj shpërndahet kjo lutje edhe më shumë. Po ashtu edhe këtë kemi cekë në ligjëratën e kaluar, kështu e mësojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kështu i mësojmë lutjet. Nëse mjaftohemi vetëm atë çka e thot hoxha, në për shumë çështje i kena bo, ja kena lënë hoxhës këtë. Edhe i na bo sikur me qenë në atë larg, s'kena në nevojë ato lutje me mësu, kurse në realitet këto lutje janë për këtë muslimanët. Prej bidateve që janë në Zvicër, prej bidateve që janë në Zvicër e që te na nuk janë, trojet tona, te lutjet kur jemi, për shembull lutja e duaja e ezanit, kur përfundojnë ezani. Në Kosovë, s'paku unë sa kompana për vena, sicili kush do me bëj e ban vete edhe kryhet çështja. Kurse këtu e ban hoxha dhe tjerë veç i çojnë durt edhe rrinë ngojnë hoxha. Kjo është bidat që e kom pa këto shumë. Domthonë edhe çat lutje që
faktikisht bëhet 5 herë në ditje, shumica e xhamatit çka e pasojnë hoxhën nuk e din. Me thonën, thuhet cilën lutje thot hoxha kur kryet e zonin, cilën lutje do të më thonë nuk e din. Pse sa mësue, na po rrim po të ngojmë hoxh ti thoj na po të ngojmë mas teje. Edhe për këtë nuk ka argument dhe po ashtu është larg sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj forma më e mirë për më mësu këto lutje dhe më praktiku sunetin e pejgamberit është mi praktiku në vet. Sikur këtë rast që ka thonë pejgamberi sa këtë dua dhe na pastaj me shpërndahen mesin e njerëzve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu ka bu e ka ndërlidh këtë dua që është ndërlidh në për shumicën e duave të tij, të mirat e dunjas dhe të mirat e ahiretit. Pasi që ka hungur ushqim, ka hungur, ka pi, edhe domthonë është ngop dhe ka shku, ka bu dua që Zoti më dhon bereqet në furnizimin që e ka, në pasurinë që e ka. Dhe na e kena përmend më herët në hadith që ka ardhur për pejgamberin sa kur ta shihni dikant që Allahu i ka dhënë bereqet në pasuri, thoni Zoti që i ka dhënë pasuri, thoni Zoti ta shtov pasurinë dhe bereqetin në të. Mos bani dua vetëm Zoti ta shtov pasurinë, se nëse ta shton Zoti pasurinë, po s'ka bereqet në ta. Nuk e shef hajrën. Nëse çaj pasuri bëhet sebeb ty me çkatërru. Nëse më bë mendje madh, nëse shumë probleme mund me të sjell pasuria nëse nuk ka të hajrit. E po këtë arsye pejgamberi na ka mësuar që me kërku për ti pasurinë, por me kërku me një kusht, që e pasuri me qenë e bereqetshme. Mi pas frytet e mira, me pas ndikimin pozitiv për ty, për familjen tënde, për shoqërinë, për rrethin, me pas hisën në pasurinë tënde fukaraja, me pas hisën pasurinë tënde i afërmi, akrabaja që e themi ne, dhe kështu pasuria pastaj është e bereqetshme. A ke pa kanal pasuria të dikush është e vogël, po është e bereqetshme. Më rrin kasmos. Të dikush është shumë e madhe, ai s'ngopet as vet. Është shumë e madhe, po as vet nuk ngopet. Për arsye se nuk ka bereqet në ta. E këtu pejgamberi sa duan e parë që bën për ta, po thotë o Zot, jep ju bereqet në atë furnizim që ja ke dhënë. Shtoja bereqetin në familje përmes atij furnizimit. Pastaj waghfir lahum warhamhum. Falja gjënohet dhe mëshiroj. Në realitet, Allahu kur e mëshiron dikan, edhe ja ka falë gjënohet. Për këtë arsye, mëshira është më e madhe, më gjithëpërfshirëse kur vijnë hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se sa falja e gjënoheve. Falja e gjënoheve është një dhunti që ta jep Zoti, një privilegj që ta jep, kurse mëshira është më e madhe se çikaç. Mëshira është hala më e madhe. Andaj nëse Zoti ja fal dikujt gjënohet, nuk është patjetër që e ka mëshiru. Nashti ja fal gjënohet, por pastaj ai ka mundësi mu dënu me diçka tjetër. Mu dënu me jetën e kësaj bote, e kështu me radhë. Kurse mëshira e Zotit është më e madhe. Edhe i falën gjënohet personit, po edhe është nën përkujdesin e Allahut azza wa jall. Dhe është nën bikëqyrjen e tij, dhe është nën kujdesin e veçantë të tij. Mëshira është diçka më e madhe dhe secili prej robërve normalisht jeton me mëshirën e Zotit, po këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është të bëu dua për një mëshirë të veçantë, një mëshirë speciale. Andaj na kur hajm ushqim të dikush, kur hajm bukë të dikush, e bëjmë këtë dua dhe atij këtë kërkojmë prej Zotit që atij më ia dhonën të mirat e dunjas, më ia fal gjënohet dhe jo vetëm kaq, po më mëshiru Allahu azza wa jall. Dhe kanë mëshiron Zoti, ai person nuk dënohet. Kanë rrok mëshira Allahu azza wa jall, ai person nuk dënohet. Dhe kjo është ajo grada më e lartë që robi e kërkon prej Allahut azza wa jall, dhe për këtë arsye edhe prej emrave të bukur të Allahut është Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dy emra të bukur që shkojnë zakonisht bashkë është Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahim, Rahman do të thonë që ka mëshira e tij ka përfshi çdo gjë, kurse Rahim mëshira e tij speciale, në mënyrë të veçantë i përfshin besimtarët, ata që janë të përulur ndaj Allahut azza wa jall.
Kjo pra është domthonjë çështja çka ka të bëjë me sqarimin e këtij hadithi, e që siç tham, kjo dua thuhet pavarësisht e kush ke shku që të ka dhënë ushqim, ose edhe nëse nuk ke shku te shtëpia e tij, por ke qenë në një vend kur dikush të ka dhënë ushqim, ta ka kthyr një darkë ose një drekë, e thua këtë dua dhe bën dua që Allahu azza wa jall më ia dhon atij bereqetin, më ia fal gjinohat dhe më mëshiru. Alhamdulillahi rabbil alamin.